Jemi te Luka, kapitulli 6, në gjithë sipas Lukës, kapitulli 6, vargjet 27 deri në 36, le ta lexojmë bashkë fjalën e Zotit, që është e mirë sot për ne. 27. Por unë po ju them juve që më dëgjoni, ti doni armiqtë tuaj, u bëni të mirë natyre që ju urrejnë, bekoni ata që ju mallkojnë dhe lutuni për ata që ju keqtrajtojnë. Nëse dikush të bie një njërin në faqe, ktheja dhe tjetrën, dhe atij që të merr mantelin mos e pengot marr edhe tunikën. Jepi kujdo që të kërkon prej teje, dhe nëse dikush merr gjën tënde mos ja kërko. Por ashtu siç dëshironi që t'ju bëjnë ju njerëzit, edhe ju u bëni atyre njësoj. Por po t'i doni ata që ju duan, çhir keni nga kjo, sepse edhe mëkatarët i duan ata që i duan. Nëse u bëni të mirë atyre që u bëjnë të mirë, çhir keni nga kjo, sepse edhe mëkatarët bëjnë të njëjtën gjë. Dhe nëse ju jepni atyre që shpresoni t'ju kthejnë, çhir keni nga kjo, sepse edhe mëkatarët u japin mëkatarëve që të marrin përsëri një për një. Por ju t'i doni armiqtë tuaj, bëni të mirë dhe jepni pa pasur shpresë për asgjë, dhe shpërblimi juaj do të jetë i madh, dhe ju do të jeni bij më të lartit, sepse ai është dashamirës me mosmirënjohësit dhe të ligjt. Jeni të mëshirshëm pra, sikurse dha Ati juaj është i mëshirshëm. Le ta mirëpresim fjalën e Perëndisë sot, siç është e tillë, fjalë Perëndijet. Herën kaluar folëm për mjerimet. Ajo pjesë duket e fortë edhe radikale, por nëse do të dish, pra nëse jo duket ajo e fortë radikale dhe ju ka tremb mjerimet, s'keni parë gjë akoma. Por nëse do të dish, në fakt, nëse do të duket mirë, ju të janë duket shumë radikale të forta në pjesën që po flet sot Jezusi, që në fakt flet për dashurinë. Tema është dashuria. Pra, urdhërimi është të duash, dhe kjo është pjesa më radikale, jo ato mirë, por kjo është pjesa më radikale që ka ndalë ndonjëherë nga buzët e Jezusit. Sepse asgjë nuk mund ta tregojë më mirë diferencën apo dallimin mes atyre që jetojnë në mbretërinë e Krishtit, se sa urdhërimi që shohim në këtë pasazh, në këtë pjesë që shohim sot. Sepse urdhërimet që shohim këtu janë jo të natyrshme për njeriu natyror. Këto urdhërime janë të panatyrshme për njeriu natyror, por nëse smunesh mi zbaktu këto urdhërime, je njeriu natyror. Janë të panatyrshme për njeriu natyror. Dhe nuk mund të zbatohen veçse prej një jete që ka Krishtin në qendër, prej një jete që sundohet prej tij. Shënoje këtë që po them tash më mbrapa, s'kemi shku të vargjet, po është shumë e rëndësishme kjo që po mësojmë tani. Para se të shkojmë tek vargjet tek e tek, një mësim që del prej kësaj. Perëndia jep mësime dhe urdhrime që dalin prej natyrës tij. Perëndia jep mësime dhe urdhrime që dalin prej natyrës së tij. Ai nuk urdhron kurrë diçka që nuk e ka bërë vetë, ose që nuk është prej tij, ose në natyrën e tij. Kjo e bën Perëndi dhe jo diktator apo moralist. Urdhrimet e Perëndisë dalin prej natyrës së tij, ai nuk urdhron një gjë që vetë nuk e bën. Kjo e dallon prej diktatorit që urdhron po si bën vetë, apo një moralistit hipokrit. Çuditem shpesh kur dëgjoj edhe në mesin tonë atë që është e shpërndar ose e përhapur shumë në kontekstin e Shqipërisë tonë dashur apo që e ka në zakon, edhe shpesh në gjë edhe mesin tonë, se e ka zakon pra Shqipëria, me kënë gjitholog. Njerëz që japin mend e mësojnë tjerët për gjithë shka, ose për shumë çka, që vetë nuk e kanë në natyrën e tyre, apo nuk e kanë kaluar, apo nuk e kanë bërë, apo nuk e bajnë një gjë të tillë. Perëndia thash mëson prej natyrës. Ne japim nga herë mësim apo mend jo prej natyrës tonë, apo dhe pa e kalu vetë. Për shembull, ngjojmë gjithandej, por po flas tani në kontekstin tonë, njerëz që mësojnë si me bë familjen kur s'kan familje. Mësojnë
si me ba kishën, kur s'din si ba të kishë, ose s'kan ba kishë për para. Të mësojnë si me prindëru, kur nuk kanë fëmijë, ose ata që kanë fëmijë, por kanë prindëru keq. Kanë prindëru keq dhe mësojnë të tjerët. Nuk i kanë zbatu ose ba vetë. Japin, për shembull, mësojnë për martesën, po për qenë martuar dhe pa njohur martesën. Apo mësojnë edhe si duhet bëjnë të tjerët, si duhet bëjnë ungjillizimin apo këtë apo atë, pa qenë vetë ungjilltar apo dishipullizues. Perëndia ynë nuk është moralist. Ky personi që thot tjerëve ç'a më bë, pa i bë vetë, është moralist. Është moralist, ti je moral, bëj kështu pse s'bën ashtu, po si kështu pa kështu. Ky është moralist. Perëndia ynë nuk është moralist. Perëndia ynë bën dhe urdhëron gjithçka që del prej natyrës tij. Gjoni, kjo është e rëndësishme. Por edhe pse sjellur tani, vini këto vargje pra, sjellur prej Jezusit në një perspektivë të re. Pra na duken të reja kur thotë Jezusi duaj armiqtë tuaj. S'është ngjuar kjo, është një perspektivë e re. Kjo në fakt nuk është një gjë e re në vetvete. Thjesht është një shpjegim i ligjeve morale, i urdhrimeve, 10 urdhrimeve të Perëndis. Jezusi nuk shtoi për mbajtje këtu. Thjesht e shpjegoi. Kur tha Jezusi, keni dëgjuar thoni mos vrisni, por unë po ju them mos u rre ose mos u zemro me vllain tënd. Pse? Ai ligji thot fundorën mos e vraj, por vrasja vjen nga zemrimi dhe nga urrëtia. Kështu që Jezusi paraprin pa ndal pak më shpejt, pa është i njëjti ndalim. Kur thotë Perëndia mos kur vro, Jezusi thot mos lakmos, mos shih gruën e tjetrit. Është e njëjta gjë, kjo çon atje, thjesht Jezusi është duke shpjeguar pak më ndraj, pak më shpejt pa shku. Në finale. Ose urdhrimi i madh kur Perëndia thot duaj Perëndin apo duaj të afërmin tënd si veten. Pra urdhrimi i madh thot Sproul është vetëm një shpjegim, duaj Perëndin dhe duaj të afërmin, është një shpjegim i urdhrimeve origjinale të Perëndisë që Perëndia i dha çdo krijesë kur e vulosi imazhin e tij në çdo qenie që ai krijoi. Pra ne e dimë që 4 urdhrimet e para e mbajnë me Perëndin, pra mos e merr emrin e Perëndisë, rregoj kot ka vendimit të Perëndisë, bato këto. Këto janë 4 urdhrimet lidhen me Perëndin. 6 urdhrimet e tjera lidhen me njerëzin, nëse i don Perëndin. Dhe don dhe njerëzit si veten, i zbaton të 10-ta, është një shpjegim. Dhe Perëndia ka vendosur këtë imazh që në krijimin në ne, në qenit njerëzore. Ai imazh mban me vete edhe mandatin apo urdhrimin për të jetuar në mënyrë që të pasqyrojë karakterin e Perëndisë. Pa Perëndia është i tillë në këtë natyrë, ai jep urdhërimet, ne duhet i mbajmë zbatimet për të pasqyruar karakterin e vetë Perëndisë. Kjo është mënyra si Perëndia vepron dhe pret prej nesh të veprojmë. Pra kur Jezusi na urdhëron të duam armiqtë tan, thotë të duani armiqtë tuaj. A nuk na tregon apo na thot diçka që Perëndia nuk e ka bërë, apo ai vetë nuk e ka bërë? A nuk jemi ne nga natyra armiqtë Perëndisë? Thotë Jezusi do doni armiqtë tuaj, doni ju armiqtë tuaj, se unë nuk i dua armiqtë mi, nuk është moralist Perëndia me thënë gjë që vetë s'e bën. Kur ai thotë duajini armiqtë tuaj, a nuk është e vërtetë që Perëndia i ka dashur armiqtë e vet? Kush janë armiqtë e tij që Perëndia ka dashur? Edhe pse ne ishim armiqtë e tij, ai na zgjolli të na dojnë Krishtin, kur ende ishim armiqtë e tij. Kur nuk e falendruam dhe kur nuk ishim fare mirënjohës për të. A nuk ishte vetë Krishti i mishëruar dashuria për armiqtë e tij e për mëkatarët, për ata që mëkatuan kundër tij. Imagjinoje Perëndin, si kur Perëndia nuk do të mos vepronte sipas asaj që urdhron, për të qenë të mëshirshëm, për të qenë të kujdesshëm, për të qenë tolerant ndaj armiqve të tij që jemi ne. Imagjinoni për një moment që Perëndia na e kthente të keqen me të keqe. Të keqen ton, katin ton ditor, nuk po them çka ke bë para 10 vjeç, po çka ke bë atje na e kthente të keqen me të keqe, ku do të ishe sot e çfarë do të meritoje ti sot? A nuk bëri Jezusi i biri i Perëndisë i mëshiruar të njëjtën gjë? Zemra e këtij predikimi është nevoja për dashuri. Dhe Jezusi mëson djegësit e tij për dashur ata që janë prej natyre të padashur,
ose ata që janë vështirë për të dashur. Leon Morris, një autor, shpjegon këtë që në greqisht kur fletu për fjalën për dashuri, në greqisht kishte disa fjalë për të përshkruar dashurinë, ne kena vetëm një fjalë. Jezusi këtu nuk po kërkon dashurinë storge, që është dashuria natyrshme, që vjen për shembull nana për fëmijën, fëmia për është një dashuri natyrshme. Apo për dashurinë eros, dashurinë romantike mes një djalit e një vajze. Apo për dashurinë filia, dashurinë miqësore mes dy shokëve. S'po flisë për këtë tre të parat, ai po flet këtu për dashurinë agape, që do thotë dashuri e vullnetit, që drejtohet edhe ndaj atij që është i padenjë për ta marrë këtë dashuri. Dashuri që nuk tërhiqet. Por dashuri që nuk tërhiqet nga merita e marrësit. Dashuri që vjen jo sepse ti je i mirë dhe e meriton dhe ti e fiton për shkak të meritës tënde, unë dua se je i mirë, nuk fitohet prej meritës të marrësit, por jepet prej zgjedhjes së dashurit të vullnetshme të dhënësit. A nuk lexojmë fakt për të treguar, për të shikuar këtë, a nuk lexojmë se kështu në këtë mënyrë na trajtoi Perëndia ne. Kur Perëndia zgjellit na deshte ne, nuk zgjellit na deshte sepse pa një gjatë mirë në ne, sepse pa një merita, një gjatë pëlqyeshme dhe zgjellit na deshte. Gjithë kapitulli 5 i Romakëve në fakt thot këtë gjë. Vargu 6, sepse ndërsa ishim ende dobët, Krishti vdiq në kohën e tij për të pabesët. Vinire, ishim pabesë. Kur ai shikoi dhe vdiq për ne, nuk ishim besës drejt, ishim pabesë. Dhe zgjellit na donte kur ishim pabesë. Vargu 8, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne, për të zgjellit. Kur ishim mëkatar, jo kur ishim të mirë. Vargu 10, sepse ndërsa ishim armiq, dëgjoni, jo miq e dashamirë, por ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndinë nëpërmjet vdekjes birit të tij, aq më shumë tani që jemi të pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij, ndërsa ishim armiq. Jezusi na deshi, ne të zgjedhurit e Perëndisë, jo vetëm kur ishim indiferent ndaj tij, por kur ishim armiq të vërtet shenjtërisë edhe të hirit të tij. Kuptoni këtë? Tani në pjesën e parë, nga dy pjesë do shohim sot me hirin e Zotit. Pjesa e parë në vargjet 27 dhe 31. Do shohim si duhet të jetojmë apo ta shfaqim pra këtë dashuri, apo etika e dashurisë. Etika e dashurisë. Pra thirrja këtu në këtë urdhrim të Jezusit është për tu ngjitur në lartësitë e panatyrshme të dashurisë agape. Vini re si fillon Jezusi. Pra unë po ju them. Pse e thot këtë Jezusi? Ai po kundërshton atë që natyrshëm mësohet, sepse natyrshëm çfarë duam ne? Pra unë po ju them, tjerët nuk e thonin këtë gjë. Mësimet tjera nuk e thonin këtë. Në fakt vetë Jezusi te predikimin mal tek Mateu 5:43 thot, Jezusi thot, ju keni dëgjuar se që than, duaj të afërmin tënd dhe urrej armikun tënd. Kështu është dëgjuar, kështu është mësuar nga mësuesit paraardhës, kështu është mësuar nga rabinët. Kështu mëson bota. Duhet të afërmin, urrej armikun. Duhet të afërmin, urrej armikun. Por unë po ju them. Ky është mësimi i skribëve i fesë i natyrshëm, por unë po ju them, ju që më dëgjoni, vini, ju që më dëgjoni, po s'deshëm dëgju, ju që më dëgjoni, duheni armiqt tuaj. Vini re, Jezusi thot duheni armiqt tuaj. Nuk thot pëlqeni armiqt tuaj. Apo keni simpati për armiqt tuaj. Kënaquni me armiqt tuaj. Rrini, shëtisni, bani shefi armiqt tuaj. Ne duhet të duam çdo kënd. Me dashje ja kemi borxh gjithkuj. Me pas qef, s'ja kemi borxh gjithkuj. Me të shku muhabeti, s'ja ke qef gjithkuj. Me dalë në kafe, me shku për pushime, s'ja ke borxh gjithkuj. Me dasht, ja ke borxh gjithkuj. Ti s'mund të përzgjedhësh, nuk e ke të drejtë nga Bibla, nga Perëndia, nga biri i tij, të përzgjedhësh për të dhënë dashurinë agape. Sa është një zgjedhje që del prej nesh, jo nuk varet nga tjetri, a pëlqen apo nuk e pëlqen. Ky urdhrim thot hyj
për dashur armiqt ton, është një thirrje për veprat panatyrshme. Pa fjalë të natyrshme, pa lutje të natyrshme, pra në lutjet janë panatyrshme, dashuria është e panatyrshme. Kjo kërkesa janë si të panatyrshme. Është një urdhërim për një dashuri të mbinatyrshme. Kjo nuk është një urdhërim i natyrshëm. Ky është një urdhërim i mbinatyrshëm. I mbinatyrshëm. Hebrejt në këtë fazë të historisë, ku ishin të pushtuar nga romakët, ti thuash duj armiq tu. Kanë ardhur romakët, i kanë pushtu, ashtu mi thanë kosovarëve në kohën e luftës, duni serbët që po ju vrasin. Kur ata janë pra nën agresion, të thuash duj armiq tu nga Jezusi për ata që po dëgjojnë gati është e ligë. Gati duket imorale. Por asnjë ligësi, ngjoni këtë. Por asnjë ligësi, sa do e madhe të jetë, s'duhet ta ndalë, sa do i kes tjetër ai armikut. Çdo ligësi sa do e madhe të jetë, nuk mund ta ndalë fuqinë e dashurisë mbi natyrshme, jo të natyrshme tonën, ngjoni këtë. Ta ndalë fuqinë e dashurisë mbi natyrshme, agape, për dashur atë që nuk i ndjejmë pra që na duan apo që si duam, s'na vjen natyrshëm ti duam. Në vargu 27, si duket kjo dashuri? Në stazh 27 bëja duket në fakt si brenda vargut e jep gati përgjigjen vetë, edhe pse janë dy urdhërime ndryshme. Thotë duj armiq tuaj, po si mi dash armiqtë mi? Mi dash duke, çfarë mi thani fjalë, du shumë mirëpashëm, mos mi lënë gjë pa bën sa të thënë shpinën. Si duket dashuria? Thotë bëni të mirën atyre që urrejnë. Mënyra se si ti si don armiqtë tu është kur ju bën të mirën. Jo duke ju thënë fjalë, duke ju çuaj mesazh. Ti mund ta shfaqësh dashurinë kundrejt armiqve duke ju bërë të mirën. Ti jap një shembull, sot do kisha dashur të thoja shumë shembull mbrana jashtë andaj këtej, po s'kemi shumë kohë se jemi gjatë. Por një shembull, pastrani i smurit Berlinit, ish diktatori gjerman i Gjermanisë lindore, Erich Honecker, besoj thotë emri i tij. Masi ra muri i Berlinit, ra komunizmi, ai kishte qenë diktatori, pra si diktatori jon për shumë vite, ja morën zyrën e tij, e dëbuan edhe nga vila e tij, dhe ai doli në rrugë si pastre. Diktatori, komunist. Tani, pastor Holmer, pastor Holmer, ishte drejtor në një qendër ndihme në veri të Berlinit. Dhe e pa ish diktatorin, e pa varfër në rrugë, e pa ushqim e tjerë. Dhe ai kishte dhoma për të varfrit që jetonin në rrugë, dhe mund të jepte një dhomë për të varfrit që jetonin në rrugë, por e pa më të arsyeshme dhe më të mirë prej Perëndis që ta merrte në shtëpinë e tij ish diktatorin. Dhe e mori në shtëpinë e tij, e strehoi në shtëpinë e tij dhe i dha ushqim vazhdueshëm diktatorit që kishte sunduar për 10 vjet në Gjermaninë lindore. Gruaja e diktatorit, Margot, kishte qenë drejtuesja apo sekretarja e arsimit, si më thon ministri i arsimit, drejtoresha e arsimit për 26 vjet. Dhe nga 10 fëmijët e pastor Holmer, 8 prej tyre nuk u lejuan, nuk morën bursë, nuk u lejuan me shkuën në shkollë, sepse ishte për ndjekje për të krishterët, se shkën dikur si kanë palon të ne me shkuën në shkollë. 8 prej tyre nuk shkuan në shkollë. Për shkak të gruas ish diktatorit dhe diktatorit. Por tani pastor Holm po strehonte dhe po ushqente në shtëpinë e tij armikun e tyre personal, njeriu më të rryer të gjithë Gjermanisë lindore, sepse kjo është dashuria e Krishtit. Duke bërë mirë, tregohet dashuria, duke thënë fjalë, thotë. Bekoni ata që ju mallkojnë. Natyrshëm kur dikush të mallkon, vjen kthehesh po njësoj, shan e shan. Tani në vjatën e vjetër, tani natyra mëkatare, natyra njerëzore mëkatare, është kur dikush për shembull bëhet të nxjerr synin. Ti nga inati dhe zemrinë që i kemi ti e vret, pra fillojnë sherrat, ti më i thuj fjalë, pastaj unë bi grysht, tohet dhuna, okay, natyrshëm. Tani në dhjetën e vjetër Perëndia dha një ligj revolucionar, por ne na duket e egër, por është revolucion, është një ligj mëshirues, kur tha sy për sy e dham për dham. Pra nëse të bën dikush grysht, bjeri grysht, jo më shumë, jo dy grushta. Do të më nal me kufizu të keqen. Është prapa është hir, është mëshirë, është gjë e mirë. Dhe natyrshëm pra na vjen edhe sipas ligjit të vjetës vjetër hebrejt, nëse të shan, nëse të mallkon mallkoje, nëse të rren rreje, nëse të
sy për sy, okay, jepi të paktën jek. Jezusi thot ndryshëm. Thot kur t'ju mallkojnë, ti duhet ti bekosh. Dhe kjo si në vargun më lart, gati duket se na e përgjigje brenda vargut, sepse thot lutuni për ata që ju kestrajtojnë, që ju urrejnë. Lutja është një disiplinë e vështirë, vëllezër motra. Pse e fut Jezus? Po Jezusi është perëndima, çfarë më thon? Dhe më thon i mençëm, po më thon këtë i mençëm, sa është perëndi. Lutja është një disiplinë e vështirë, thot lutni për ata që ju përndjekin, lutni për ata që ju urrejnë. Unë kam vështirë, është disiplina më e vështirë në jetën time, është lutja. Unë kam vështirë të lutem për ata që dua, unë kam vështirë të lutem për fëmijët e mi, për gruan time, për kishën time, kam shumë vështirë të rri disa minuta duke u lutur për ata që dua. Po vini çfarë thot Jezusi? Lutja, lutu për ata që i ke kundërshtar, apo që të urrejnë, apo që të përndjekin. Lutu për ata që të përndjekin. Edhe lutja është e kundërta e thashathemit. Kur dikush përndjek, ase ke qefa të mërzita, të urrejnë diçka, çfarë bëjmë ne? Shkojmë të voladin që kjo, kështu të folë të tjertë. Lutja është antidoti i thashathemit. Mos shko të folë keq për të, por që se të pëlqen, por lutu për ta. Arsi Sproul thot, nëse do të zbatosh këtë pikë, bëj një eksperiment me veten tënde. Mund ta provoni një eksperiment për veten tuaj, do ishte shumë interesante. Nëse ke dikën që të pëlqen të përndjek, shantazhon, ku diun ç'a bën për ty që e ke si armik, në punën kudo që ta kesh, përpiq që të lutesh, thot Arsi Sproul, për 30 ditë për të. Lutu për 30 ditë për të. Gjaja e mrekullueshme që mund të ndodh është marrëdhënia juaj mund të rregullohet, nuk është e sigurt. Gjaja e mrekullueshme është që por një gjë është e sigurt. Një gjë e mrekullueshme do të ndodh me patjetër, nëse ai nuk ndryshon. Që zemra jote do të ndryshojë. Ai ndoshta nuk ndryshon, por ti do të ndryshosh kundrejt tij. Ti do ta shikosh ndryshe. Është një histori këtu, po s'kam kohë, një histori për një familje të krishterë që shkoi prap duke jetuar një lagje tjetër, erdhën ku shiçi pinin dhe banin zhurmë, vetëm pinin, vetëm banin zhurmë, vetëm thënin, vetëm hidhin me turina, vetëm lynin bojë me murin me bojë, s'lan çava ba. Edhe gruaja e burrit vendosen u heruar carun u mërzitën, e tjerë më e bën shkurt. Pastaj vendosen për mi dasht, për mi u shërby. E tjerë edhe i shërbyen, i çuan ushqimin, i pritën, lutën për ta bën më të mirën. Interesante thot në fund të historisë, thot kur ata kujshit e këqij u larguan, gruaja shtëpisë ju kishte shërbyer filloi me sqall. I mori malli për ta. Sepse për shkak se ju kishte shërbyer, për shkak se ishte lut për ta, ishin bë dashur, edhe pse ishin kaq këqij, sa kur larguan sqajti për ta dhe i mori malli. Sepse lutja edhe dhënia edhe dashuria për tjetrin të ndryshon ty më së pari. Një çfarë e thot atje, nëse dikush të bjen në njërin faqe, kthej edhe tjetrën. Fjala këtu për faqen, në fakt është më shumë mjekra, kjo pjesa këtu me këtu, mjekër, si më thonë, nuk është thjesht me të ledha kështu në faqe, kështu, por është edhe në fakt është një shenjë në kontekstin hebre, po ta godisësh do ta godisje në faqen e djathtë, në faqen e djathtë. Por me godit me dikan me dorë djathtë, në faqen e djathtë, s'mundesh me godit se këna është e majta e tjetrit. Ishte një mirak shumë mrapsht të themi, me shpinë dorës, mirak mrapsht, mi ofendu dhe kur i kthen kështu të kap mjekrën, të kap nofullën. Ishte një mënyrë më shumë se sa dhimbje, pra me të rasht, një mënyrë poshtërimit, uljet, përçudnimit, turprimit, përmes shpullët mrapsht, si thot dikur vetëm i thamë, ata mos mbas ta fus mrapsht, pra si ofenduese më shumë se sa e dhimbshme. Këtu është mos e ktheja faqen tjetër, që sa ai po të fyen, që sa ai po të poshtron. Ktheja faqen, le të poshtrojnë edhe më shumë. Mos merr hak. Por ktheja anën tjetër, ktheja me dashuri. Qose kërkon të marr xhupin, pa e them unë, jepja edhe këmishën, jepja edhe kanatierën, jepja. Ose kthet keqen me të keqen, kujtohet kur filloi kisha jo në fshatin tonë, fshatin e Almës, dhe shfaqim filmin e Jezusit edhe erdhën si çakërdisur çuna të rijet këqij, duke na shatur, na jo më shumë një tjetër isha i ri i vogël, dhe isha kështu si skuff, mos e mbrana kush po. Ata që ishin pak më të rritur, edhe erdhi kush duke i shatur, duke i shtyr, duke i pushtruar dhe se harroj kurrë imazhin e dy nga vëllezërve të mi që nuk lëvizën fare nga vendi me duart mrapa, ndërsa i shanin, i shtynin, i poshtronin me fjalë më të pista, më thonë, nuk mund ta harroj kurrë atë imazh.
Kurat imazh, çfarë dëshmijet për mua? Nuk e hapën gojen me thënë asnjë fjalë. Jepi kujdes që kërkon prej teje. Fryma e krishterit thotë jepi. Këtu nuk ka fjalën sikur del në rrugë kështu si kërkon 100 lekë, jepi në 100 lekë rastësisht, dhënie rastësore. Sepse fryma e krishterë, vëllezër, mund ta ngjoni këtë se ndoshta e ke mësu gabim. Sepse fryma e krishterë nuk është të marrë. Fryma e krishterë është jap. Kur jep, duhet me llogaritë si smerr. Pra nëse nuk jep, nëse nuk jep, nuk je dhanës, bujar, i vazhdueshëm, jo rastësor herë në vit, kur të kenë ndaj kështu në ofertë në njarin. Po për ndaj rasta konferenca, kampa, nuk është kjo. Por nëse nuk jep, por do më shumë paran se njeriu, pra tregon që kur nuk jep don më shumë paran tanë dhe me majt lekun tanë se sa njeriu që ka nevojë. Kurse kur jep tregon të kundërt, gjëja e këtë. Kur jep tregon që don më shumë njeriu se paratë tua. Don më shumë atë nevojtarin se sa parën tanë. Dashuria për pasurinë nuk duhet na pengoj kurr për të dhënë, për të dhënë thot Hugh. Dashuria duhet të jetë gati të jap gjithçka. Dashuria jo nevoja jon. Pra kur jep ti llogarit sa kam nevojë, thum do sa kam nevojën. Pra nëse ti kur jep llogarit nevojën tane, nuk është dhënie me dashuri. Kur jep do të me llogarit nevojën e tjetrit. Dhe ne shumë këtu në gjak, kur japim, llogarisim nevojën tona. E kam marrë punë po, për të prani 5000 lekë, për 5000 lekë sin të prani, kur ti marroj nevojat tona. Kur japim nuk llogaritet nevoja jon, kur japim llogaritet nevoja e tjetrit. Sepse vetëm dashuria mund ta vendos sa duhet japim e sa duhet mbajmë për vete. Vetëm dashuria vendos këtë. Dhe shohim atë me përmbledh tani gjithçka në vargun 39 atë që quhet rregulli i artë. Rregulli i artë. Të gjithë e dinë këtë princip apo këtë rregull, këtë parim. Edhe ngjojmë edhe citojnë edhe krishterë në televizione e tjera. Deri tani vini re thot atu bëni të tjerëve, do thot bëni të tjerëve çfarë të tjerët kanë dëshirë me bë për ju, që do doni ju të bëni të tjerët për ju. Okej, është aty e shtruar ashtu. Tani deri tani në këtë kohë kur po flet Jezusi, pra ky princip ishte mësuar edhe nga rabinët hebre. Por ishte mësuar në sensin negativ, do ja u shpjegoj tani. Për shembull Hillel, një rabin shumë me famë dhe i njohur dhe ndikues, tha, atë që është e urryeshme për ty, mos ja bëj fshinjit tënd, pra atë që është e keqe dhe e urryeshme për ty, mos ja bën fshinjit tënd. Ky është i gjithë ligji, ndërsa pjesa tjetër, tamam bukur, thotë disa pjesa tjetër është shpjegim apo interpretim i kësaj. Por vini re si thotë Hileri thotë në mënyrë negative. Çfarë s'don me ta bëj kush, ti mos ja bëj tjetrit, është negative, çfarë s'don, është pasive, është negative. Vini Jezusi çfarë thotë? Kjo është ndryshimi që se kisha pa as mirën. Por Jezusi sjell në mënyrë pozitive. Sepse me thanë këtë mos ja bëj kuj atë që s'ka bash me punë tonë s'm bë kurrë. Mos me shah kanë se s'ke qejf me të shah. Mos me vjell që s'ke qejf me të vjell. Mos me rraf se s'ke qejf me të rraf. Mos me urry sepse s'ke qejf me të urry. A ke bënë gjë të mirë në këtë mes, nëse s'ban kurrë, thjesht s'kan qejf me të bë, s'ke bë asnjë gjë. S'ke bë as mirë, s'ke bë as keq. Pra Jezusi nuk e lën vetëm mos ban gjë në kuptimin negativ, mos ban keq. Por thotë kundër dhe shtyn thotë bëj të tjerëve, do të bësh ti parë, ato që do donin tjerët ta banin ty. Pra bekoj ata që të mallkojnë. Jo mos i mallkon që të mallkojnë, por bekoj. Në pjesën e dytë, që do t'i bim shumë shkurt se s'kemi kohë të ndalemi, do shohim shembuj të etikës së dashurisë apo si vepron dashuria, si duket sjellja e krishterëve, sjellja e dashurisë. Gjithë pjesa tjetër është si. Dhe vini re këtu tani se këtu e kam mas shumë ti me ne. Edhe atje mas i bërë me ne kisha po. Vini re çfarë thot Jezusi.
Se ne këtu kur veprojmë ne shpesh herë ne veprojmë në masën sa banaj, pra ban kësë e ban kësë, bani kësë, bani aq. Thot vini re, thot, nëse don atë që don, a ka hir në këtë punë, a ka merit? Po kush nuk e don atë që se don? Këtë bajnë gjithë. Pra nëse ti don atë që dojnë, gjëja këtë mirë, se në mesin tonë ka ata që dojnë vetëm atë që dojnë, edhe duhet fshi dhon. Nëse don atë që don, nuk ke nevojë me qenë krishter fare. Sepse ata që me dash ata që don e dojnë çdo njeri në botë, edhe komunistat, edhe kriminalat, edhe gjithçka. A din se për dashur atë që don, nuk të dallon fare ose dallon aq shumë ose aq pak ty nga Hitleri dhe Stalini. Hitleri dhe Stalini e donin gruën e vet dhe fëmijën e vet. Dakor? Nëse ti don atë që don, je njësoj si Hitleri dhe Stalini. Asnjë gjë nuk ndryshon. Sepse gjithkush, s'ke nevojë me qenë besimtar, mund të jesh komunist, fashist, kriminal, mafioz, çfarë dush ti, e don fëmijën tënd. S'ka merit në këtë dashuri që është e natyrshme, si një kthim borxhit për tjetrin, me që më don, unë po dua. Apo, më poshtë të bësh mirë. Çfarë hiri keni të bësh mirë tek ata që ju bajnë mirë? Po kush nuk e bën këtë? Mëkatarët e bën njëjtën gjë. A njihni ju tani njerëzit tu që janë kështu që i bën dikush ner, e rut i kthen nerën. Normale kjo, bajnë nerën, bani nerën tan botën kanë gjithmonë kanë kjo edhe kur në komunizëm kur kena qenë ne. Nëse bëj kaq nuk dallohen fare gjithashtu nga Hitleri dhe Stalini. Por unë çmenem kur e dëgjoj këtë. Jo vetëm kish, po e dëgjoj këtë edhe në martesat tona. Kjo gati sa unë nuk filloj këtu me shajt në ulurit. Kur i thajmë një i tjetrit, ma bëj këtë, ndaq me të bëj këtë. Më shërbej kështu, ndaq me të bëj me hangër, shko më bëj atë. Po dhe ishte këtë, ma bëj këtë. Po du të më bësh këtë, që më bëj atë. Kjo nuk është e krishterë. Dakor? Kjo do thotë që në martes nuk kanë hy dy persona që e duan Krishtin dhe tjetrin mas shumti. Por kanë hy dy armiq, si Hitleri edhe Stalini, që po i bane nerë, bajnë kështu aleanca, po bane nerë ti më dhaj 100 ushtarë, unë t'jap 200 ushtarë, si Rusia me Kinën, me kap Ukrainën, ku që dojnë me ba. Okej? Nëse u jep atyre që japin, nuk është dhanje, është ua, është bërgjë, sepse thot ai ka me ta kthy. Ai sa i ke dhënë, bile ka herë t'jep edhe përqinje, se lek zakonisht t'jepen me përqinje, më jep 100, t'jap 110. Nëse t'i jep atij që t'jep, nuk është dashuri, shkon në bankë, s'ke nevojë, për ne kanë dalë bankat që më jau hek hipokrizin të krishterëve, mos e marr borxh të njëri tjetrit, shkon merr në bankë, banka është hekur, s'njep fare, i jep man përqindjen edhe të tregon dashuri për ty. Banka, s'ke nevojë për njerëz. Nëse nuk bën më shumë se kaq. Do doja shumë shembuj me thënë këtu vëllezër motra, po disa janë personale dhe duhet kështu me mua me almen, nuk do t'i them. Por e kemi në mesin tonë të fton kafe se të ftojmë kafe. Fton darkë se të ftojmë darkë, ose me numër, aq sa. Ose po i shkoj për këtë rast si të më vinë për atë rast. Po shkoj më para rast. Ose s'po i shkoj ka edhe kështu, s'po i shkoj për këtë rast që mos të më vinë për atë rast, se pa më shku e fus në bërgjë. Thot bëje këtë, dhe nëse e bën këtë, orën 35, thot shpërblimi i dytë do të jetë i madh. Shikon, nëse e bën pa prit kthimin, shpërblimi i do të jetë i madh dhe ti je biri i Atit Perëndis, më të lartit. Se nëse e bën për me ta bë, nuk i do bën asgjë, si krishterë, asnjë gjë, Atin s'ke pas nevojë me pas Perëndin At, lënë mos me pas At hiç. Se për mi shku për bërç, për rast, për vakis që i ke kthy me thy vakin, nuk ka nevojë për krishtrim. Është bërgjë. Që ose e ban për shpërblim këtu, që ose e ban me ta kthy, me ta dhënë, me ta prum, me ta sjell, me ta bë më mirë, për përfitu, për marrë nerë, me bën gjë, kjo nuk është për Perëndis. Ti jo, shpërblim do ketë, do e marrësh këtu. Po atje nuk do shkesh shpërblim, sepse për të njëjtën vepër të mirë nuk mund të shpërblesh dy herë. Nuk mund të shpërblesh dy herë, nëse ti më bani punë mua, që puna ban 10.000 lekë. Vjen te shtëpia ime, t'jap 10.000 lekë, pastaj takon alë në rrugë se nuk e din, t'jap 10.000 lekë. Ke marr dy herë shpërblim për të njëjtën gjë. S'mundesh me të marrë edhe shpërblimin këtu, me që të bën këtu e merr këtu, edhe me ta dhënë ai atje.
Nëse po e bën për atje ta marrësh atje, nëse e bën për këtu ta marrësh këtu. Dy shpërblime për të njëjtën vepër nuk ka. Qartë? Pse jemi bi të Atit, ose si duket? Nëse reflektojmë natyrën e tij, thot Hughes. Çelësi i mësimit moral të Krishtit është Krishti ne. Gjoni, nëse nuk e ke Krishtin ty, këto nuk do t'i bash as ke fuqinë me i bën fare, mos u lodh hiç. Ose do i bash në herë rastisht për hipokrizi, me na tregulle ne, me just me kuptu, me nën kuptu ne që edhe ti je prej nesh. Unë mos ti jesh prej nesh, po me mu përzime ne, e ban edhe herë ka i burniti, ja kupton. Nëse nuk është Krishti në ty, nuk është Krishti në ne. Kemi bit më të lartë. Etika jonë nuk është egocentrike. Etika e krishterë është kristocentrike. Fokusohet në Krishtin. Krishti është në qendër të saj, jo ti. Për mu knash ti, për mu mburr ti, për mu shpërbly ti, për me të kthy ty ndera. Etika e krishterë është kristocentrike, për lavdinë e tij, për nderin e tij shkoi Krishtin dhe ai të na nderojë ne. Ne jemi bit Perëndis nëse veprojmë si Perëndia. Si është Ati? Ashtu është edhe biri. Si ishte Ati i mëshirshëm me ne, Perëndia i mëshirshëm, nuk ishte edhe Krishti i mëshirshëm me ne? Po atëherë ne që jemi, nëse jemi në Perëndinë, kemi Perëndinë natë dhe jemi birësuar për shkak të Krishtit. A jemi ne bijtë Perëndis, të adoptuar, birësuar për Perëndis? Atëherë duhet me thënë dhe për ne, siç është Ati, është edhe biri. Siç djali si ka gjë babs, pra si baba djali, as djali babs. Atëherë nëse Perëndia është i mëshirshëm, Perëndia është dhënës, Perëndia është i tillë, duhet me qenë edhe ti. Si Perëndia, si djali. Ai thotë është dashamirës, vinë e vargun atje. Ai është dashamirës Perëndia. Me qenë si Perëndia, ai është dashamirës me mosmirënjohësit dhe me të ligjt. Po ti si je? Nëse ti si je dashamirës me mosmirënjohësit, që tregojnë mosmirënjohjen për ty, nëse je dashamirës për të ligjt që janë rreth teje, ti mund të jesh çfarë dush, po nuk është si Ati, si biri, si djali, si baba. Se baba është i tillë. E kur djali nuk ka i tillë, diçka nuk na rrin mirë. Ju thash që është mësim më i frikshëm se ai mirë. Këtu ka më mirë, për të përdorur fjala mirë. Jeni të mëshirshëm. Po pse? Sikush, si Ati juaj është i mëshirshëm, vargu i fundit atje 36, thot ashtu. Për të ngjatit. A mani mend Jezusin? Për ta mbyllur se s'kam shumë kohë, kam do shembuj të bukur. A mani mend Jezusin? Në darkën e fundit me Juda Iskariotin, me tradhtarët e me të tjerë në tryez, që e mori bukën e ngjeu edhe e Judës. Tani kjo ngjeu duket si kështu, po ajo është s'dia keni provuar po nanet tona kur vjen mes tanet tona, çoti Zoti i shtëpisë për burarisë, për gëzimit, për shqyrtyrit, për dashurisë, për mikpritjes që ka, e merr copin e mishit e ja vën pijat tjetrit mikut. E merr cop bukë, cop mish e vën pijat, pra kur e merr një gjallë dhe e ushpron një bukë të gjyrë me mish apo cop mish apo rakie që ja ofron tjetrit, është një akt dashamirësie, një akt mëshire, një akt burrnie. Po Jezusi e tregoi këtë akt mëshire dhe burrnie dhe dashamirësie me Juda Iskariotin që ishte tralltari. Si nuk e thaj fjalë të keqe Jezusin. Po edhe kur e tralltoi, erdhi me tralltoi, më tha pika të rafta më tralltove. I tha me i puthje po e trallton birin e njeriu, një fjalë e keqe e mallkimit nuk doli nga goja e shpëtimtarit ton. Por vetëm dashamirësi. Po Jezusi në kryq. E sa dush. Po ndaj Romakut, ma poshtë e shtatë shohim që një armik, një kryeqindës, i shëron shërptorin, që ishte armik, duhet me e pavrarë këtë kryeqindë, i shkon i shëron shërptorin. Po kur ishte në kryq, shikoi tha, fali jo atë, kush ata ka më fal? Ata që e kishin kryqëzuar, jo ata që i pruni, që i kishin nxjerr për kafe. Armikun e vet. Fali jo atë, se nuk dinë çfarë bëjnë. Nëse e konsiderojmë vetën ndjekës të Krishtit, gjoni këtë, se ndoshta je, ndoshta si je, ti e din më mirë, por ti mund ta dallosh vetëm, mund ta hetosh duke lexuar këto vargje dhe duke shikuar se si jeton dhe i zbaton ti këto vargje. Nëse je ndjekës i Krishtit, kjo është dashuria agape që duhet kemi. A e ke Krishtin Zot, a e ke Krishtin tonë, a është Krishtin qendër, ai sundon jetën tonë. Ti duam armiqtë tanë. E ti duam ata vërtet. A i donë ata armiqtë tuti? Apo bën mirë atyre që të përndjekin? Apo lutesh për ata që
I ke armish apo të shantazojnë apo të bajnë për një, apo lutesh për ata që të përndjekin. A di pse pyes? Sepse këtë e bën, siç e hapa me këtë thanje, sepse këtë e bën vetëm ai, vetëm një jetë apo një zemër që është e sënduar prej Krishtit. A di pse e bëj këtë pyetje? Se bëj pyetje për asnjë arsye tjetër. E bën në fillim e bën tani në fund. Thjesht për të ditur, sepse këtë nuk mund të bëhet, kjo s'bëhet natyrshme. Kjo s'ka burr as idealist që e bën. Ky të bën vetëm një njeri apo një zemër që është e sunduar, e pushtuar prej dashurisë Krishtit. Le të lutemi bashkë.